Në fund të shekullit 19, kur trojet shqiptare po dridheshin nën peshën e Tanzimatit dhe pushteti osman po mundohej ta shtrinte edhe më fort dorën mbi malësitë shqiptare, në zemër të Krasniqes po rriteshin burra që nuk dinin të jetonin me turp. Ishte një kohë kur fjala liri paguhej me gjak, një kohë kur pushka vlente më shumë se ari dhe nderi i fisit ishte ligji më i madh mbi tokë. Në ato vite të zymta, në geghysen të malësisë së Gjakovës, lindën trimat që do të hynin përgjithmonë në këngët e popullit. Vazli Rusta, Qerim Delia, Bashot Osmani dhe nipi i tij 14 vjeçar Halili nuk ishin thjesht luftëtar. Ata ishin fytyra e krenarisë shqiptare. Ishin ata burra që nuk e pranonin robërinë as poshtërimin. Para se të hymë në këtë histori të jashtëzakonshme të djemve të Geghyssenit, ju ftoj ta pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike, sepse këtu rikthejmë në jetë historitë që për dekada janë lënë në harres. Çdo pëlqim dhe abonim nga ju na ndihmon që këto figura, këto betejë dhe kjo krenari shqiptare të mos harrohen kurrë. Gjithçka nisi shumë vite më herët, kur bajraku i Krasniqes humbi në Andrejevic gjatë betejave të përgjakshme kundër malazezëve. Për malsorët, humbja e bajrakut ishte turpi më i madh që mund t'i ndodhte një fisi. Bajraku nuk ishte vetëm flamur, ishte nderi, historia dhe shpirti i Krasniqes. Dhe pikërisht atëherë dolën djemt e Geghyssenit. Vazli Rusta dhe trimat e tij sulmuan përsëri malazezët pranë qafës së diellit dhe e nxorën bajrakun me gjak. E rikthyen në Krasniqe si simbol fitoreje dhe krenarie. Por ajo që ndodhi më pas ishte edhe më e jashtëzakonshme. Bajraktari nuk pranoi ta merrte me njëherë flamurin. Për 12 ditë ai qëndroi në mes të fshatit sikur kërkonte burrin që do ta mbante mbi supe peshën e tij, sepse bajraku nuk mbahej me dorë, mbahej me zemër. Në atë kohë në Gjakov kishte nisur terrori i Recep Ag Vojvodës, një figurë e frikshme që vriste, poshtronte dhe mbillte tmerr mbi shqiptarët. Paria e Gjakovës e kuptoi se nuk kishte më rrugë tjetër, duhej prerë e keqja nga rrënjët. Dhe për këtë duhej gjetur burra që nuk iknin para vdekjes. Kënga popullore do ta ruante përgjithmonë atë moment. Ku t'i gjejmë dy djemë që s'ikin, në Geghyssen dalim e i lypim. Jonus Qela i hipi kalit dhe u nis drejt Krasniqes. Atje kërkoi trimat që mund ta kryenin këtë punë pa u dridhur syri. Dhe përgjigja erdhi me njëherë, Vazli Rusta, Qerim Delia dhe Bashot Osmani. Bashota kishte kohë që mbante brenda vetes një plag krenarie. Pak vite më parë ishte përplasur me pushtuesit në Gjakov dhe fjala ishte përhapur se Bashotës ja kanë marrë pushkën. Për një malsor ajo ishte më keq se vdekja. Kur hyri në shtëpi, nëna e pyeti, ku je kanë o Bashot? Atë kanë korrit. Dhe Bashota ju përgjigj, asaj fjale më duhet me i dhanë rrugë. Ishte vendosur. Lufta kishte nisur. Trimat u nisën drejt Gjakovës. Rrugës ndaluan te qafa e gjonve pra një kroji. Aty ndodhi një skenë që malsorët e kthyen në legjendë. Vazli Rusta mori martinën e tij dhe gjuajti në shenjë. Plumbi i dytë goditi të parin, një shenjë që tregonte pse populli e quante syni i Krasniqes. Por pas tyre po vinte fshehurazi edhe një djalë 14 vjeçar. Ishte Halili, nipi i Bashotës. Në shtëpi nuk e kishin lejuar të shkonte në luftë, por ai kishte ndjekur trimat deri aty dhe pasi kishte bërë gjithatë rrugë, askush nuk mund ta kthente më pas. Në Gjakov pritja ishte ngritur në qarshi. Recep Ag Vojvoda pritej të kalonte me ushtarët e tij. Luftëtarët po hanin buk, kur Qerim Delia tha me shqetësim, Fazli, na shpëtoi Vojvoda. Por Fazliu, i qetë si guri i bjeshkës, u ngrit dhe tha, çdo pushk që vjen mas martinës teme,
çka ta marrin në pull të Xhamadanit, ashtë pushka jeme. Pastaj shpërtheu ferri, krisi Martina, plumbat përshkuan Çarshin, Regjepaga ra i vdekur. Ushtarët u shpërndan të tmerruar, duke ikur sa një cep në tjetrin për të shpëtuar kokën. Dhe kënga e përjetësoi për gjithmonë. Fazli Rusa në krevet, Regjepagës po mi thret, kqyrë Martinën ku po mvret, një në ball, tjetra një lek. Në atë betej tregoi trimëri edhe Halili 14 vjeçar, i vogël në mosh por i madh në zemër. Ai vrau një nga njerëzit të sultanit dhe hyri përgjithmonë në këngët e malësisë. Kush e bani në Gjakov namin, për një fjalë Bashot Osmani. Kush i vrau Yzbasht e mbretit, i prendjemt e Geg Hysenit. Pas atentatit, Gjakova u rrethua. Osmanët menduan se trimat nuk ishin ku të iknin, por malsorët njihnin çdo gur dhe çdo hije. Kaluan nga qatia në qati dhe për të mashtruar ushtarët nisën të këndonin e të fishkëllenin si kur ishin dasmor, Osmanët mbetën të hutuar. Dhe kështu mes natës dhe këngës, djemt e Geg Hysenit u kthyen në Krasniqe, atje u pritën si heronj. Pushka e tyre u bë frymëzim për shumë malsor që më vonë do të bashkoheshin në lidhjen shqiptare të Prizrenit. Ata treguan se shqiptari nuk linte për të përkullur, se malsori mund të vritej, por nuk mund të poshtërohej, edhe atë gjergjfishta do t'i përjesonte në lahutën e malësisë. Lik Sokoli e Rem Kazazi, me 2 djelm prej Geg Hyseni. Fazli Rusa, Qerim Delia dhe Bashot Osmani morën pjesë më pas në shumë betejat të mëdha shqiptare. Luftuan në Moraç, në Nokshik, në mbrojtjen e plavës e Gucis. Dhe në aksionin e famshëm të Gjakovës ku vra Magjar Pasha. Ata nuk luftuan për pasuri, nuk luftuan për emër, luftuan që shqiptari të mos jetonte i gjunjëzuar. Dhe sot, më shumë se një shekull më vonë, emrat e tyre ende jetojnë në këngë, në lahut dhe në krenarin e malësisë. Sepse disa burra nuk vdesin kur, ata hynë në histori. Nëse dhe ju mendoni se këto histori nuk duhet të harrohen kur, shkruani komente lavdije djemve të Geg Hysenit. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluar rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.